Test psikologjik, gjeni dëshirën sekrete që fshihet aktualisht në zemrën tuaj. Shikoni foton, çfarë vutre fillimisht, përgjigjja juaj zbulon dëshirat e fshehta të zemrës tuaj në këto momente. Për ta bërë këtë test do t'ju duhet disa minuta, vetëm shikoni imazhin më poshtë dhe pastaj përgjigjuni një pyetje të thjeshtë. Çfarë fat fillimisht? Përgjigjja juaj është e lidhur me përshkrimin e profilit tuaj psikologjik dhe do ta gjeni në fund të këtij testi, cila është dëshira që fshihni në zemrën tuaj, zogjt. Nëse pat fillimisht zogjt, ju jeni një person që e doni lirinë dhe merrni fluturimin sa më shpejt të mundeni për të shuar etjen tuaj për aventura dhe përvoja të reja. Keni nevojë për këto aventura për të mbajtur lart motivimin në jetë. Ju jeni një person empatik. Ju keni parime dhe vlera të konsoliduara, ju punoni mbi veten tuaj çdo ditë për të qenë më të mirë. Kur nuk hezitoni t'i shtrini dorën atyre që ka nevojë. Ju e mbroni plotësisht konceptin e dashurisë për veten. Dëshira e zemrës tuaj është të zbuloni botën, të dini gjithçka që ofron dhe të bazoni jetën tuaj në liri dhe vërtetësi. Mos keni frikë të jetoni për atë ditë dhe të shihoni befasitë e çdo dite të re, ndryshe nga ajo e mëparshmja. Bëni gjithçka që ju bën të lumtur dhe dilni nga zona juaj e rahatisë. Ju keni lindur të fluturoni lart. Sa më shpejt do ta kuptoni, aq më shpejt do të filloni të jetoni jetën tuaj duke shijuar plotësisht lumturinë. Pema. Nëse pema ka tërhequr vëmendjen tuaj, ju jeni një person i përqendruar në rritjen tuaj. Ju mund të lëvdoheni se keni inteligjencë të jashtëzakonshme. Ju jeni krejtësisht të aftë të arrini gjithçka që vendosni vetë, sepse jeni të përqendruar në qëllimet tuaja. Puna dhe profesioni juaj janë të rëndësishme dhe keni për qëllim të i përmirësoni ato vazhdimisht. Ju dëshironi të jetoni me një stabilitet financiar dhe emocional. Ju nuk i doni grindje dhe tensionet, ju jeni të vetëdijshëm dhe të kujdesshëm. Kur bëni gabime, nuk keni problem t'i pranoni gabimet tuaja. Dëshira e zemrës tuaj është të gjeni lumturinë në të gjitha fushat e jetës tuaj. Ju nuk kërkoni më shumë, thjesht dëshironi të jetoni të lumtur dhe të pajiseni me gjithçka që ju nevojitet për të jetuar mirë. Ju keni potencial të madh. Shfrytëzojeni atë. Jeni gjithmonë të hapur ndaj mundësive që shfaqen në jetën tuaj. Jeni në gjendje të njihni mundësitë dhe mos harroni të vendosni optimizmin në xhepin tuaj dhe ta nxirrni atë kur të jetë e nevojshme. Fytyra e gruas. Keni parë fytyrën e një gruaje? Kjo sepse jeni në një periudhë të jetës të karakterizuar nga dashuria. Jetoni në emër të dashurisë dhe e ndjeni se pulson brenda jush sikur të ishte gjaku i jetës. Ju rrethoheni me njerëz që i vlerësoni dhe i doni të gjithë. Kjo dashuri ju bën të ndiheni në paqe me veten. Zemra juaj është e madhe, do të thoni me pafund. Kushdo mund të ketë qasje në dashurinë tuaj të gëzojë ndihmën dhe vëmendjen tuaj, por kushdo që do t'ju zhgënjej, nuk do të marrë kur faljen tuaj. Edhe nëse nuk dini si të mbani natë, ju urreni të kuptoni se dikush ka përfituar prej jush dhe nuk e keni problem t'i mbyllni të gjithë dyert për të mos lejuar që ata të hyjnë në jetën tuaj. Dëshira e fshehtë e zemrës tuaj është të krijoni një lidhje të shëndetshme me veten tuaj. Ju doni të jeni të lirë të besoni në ndjenjat dhe intuitat tuaja dhe të pavarur nga gjykimi i të tjerëve. Jeni duke kërkuar një partner që mund t'ju përgjigjet të transformojë më mirë jetën tuaja.